Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një hynesh të shtetit tonë, për shkak se ajo ka dhënë kontribut të vazhdueshëm nisur nga shoqëria civile, diaspora e deri tek politika. Ka mbajtur pozicione të rëndësishme si në qeveri, po ashtu edhe në shoqërinë civile. Por si është ajo në aspektin e hapjes së kartave të jetës së saj, do ta mësojmë bashkë sonte. Me mua dhe me ju është Liza Gashi. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, ju faleminderit shumë për ftesën Elvana, kënaqësi me qenë pjesë e podcastit tuaj. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, tregom si je në këtë të shtunë. Unë nisa shumë shkurt me prezantim sepse të gjithë të njohim në fakt. Thashë që ke dhënë kontribut vazhdueshëm edhe në shoqëri civile, por edhe në qeveri, duke qenë se për një kohë të gjatë ke mbajtur edhe pozicionin e zëvendës ministre së punëve të jashtme të Republikës së Kosovës dhe jo vetëm. Këtë fundjavë më të kalu shumë mirë, po shpresoj që dhe dëgjues tuaj dhe shikues tuaj janë të kalu një fundjavë të mirë. E bukura e vikendeve, si më thonë, është pjesa kur i lidhesh me familjen, me njerëzit që të japin energji pafund, po mbi të gjitha edhe një kohë reflektimi se çu që ke kalu javën dhe çka mundesh me bëu për javën tjetër më mirë. Gjithsesi, ne urojmë që do ta kemi këtë reflektim, por edhe këtë mundësi që të kaloni më shumë kohë me familjen tuaj vikendeve, marr parasysh edhe agjendën tuaj jashtëzakonisht të ngarkuar në çështje të ndryshme. Liza, para se të vim tek hapja e kartave, dua të rikthej në retrospektiv. Si ka qenë Liza kur ka qenë fëmijë? Çka kujton nga ajo kohë? Fëmijërinë e kujtoj, si me thonë, e para jam rrit me një familje shumë të madhe. Gjyshim ka pas 9 djemë e një vajzë, që kam shumë agjallar edhe një hall, kështu që fëminia jeme u konë shumë asociume me një numër të madh njerëzve prezent në jetën tem. Mandej pjesën e shkollës fillore, sidomos pjesa e rrugtimit në shkollën Selami Hallaçi në Gjilen, ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e rrugtimit tim për faktin që aty jam sfidu, si më thonë, me të parën e një shoqënie se cila rritet edhe më shumë, sepse unë kam pas një familje shumë të madhe, e tashmë kam duar në rrethin shoqënor. E kujtoj veten si një fëmijë dinamik, shumë aktiv, po mbi të gjitha një fëmijë i ndjeshëm rreth situatës aktuale shoqënore, po mbi të gjitha për dëshirën për me pa vendin më mirë. Kur njeri rritet në kohë lufte, edhe kur personi rritet me një ambient i cili është shumë i zhurmshëm, po ka shi zhurmës ka dhe shumë tensione, që ka qenë pjesa e luftës, të bën me pa botën pak më ndryshe. Kur kthehena në fëmijë, gjithmonë i kujtoj dinamikën e jetës, po ka si dinamikës e kujtoj edhe tensionin me cilin jam rrit, edhe sfidat cilat i kena pas. Ndonjëherë kur e pyes veten pse e bëj çka bëj, gjithmonë rikthehena në ato momentet, për shkak kujtohet shumë pjesa bombardimeve, mandej, si më thonë, sfidat në lagje, sfidat në qytet, edhe kur e mendoj qatë pjesë tjetër të zhurmës, edhe qatë pjesë tjetër të tragjedisë tonë, atëherë ja rikujtoj vetes që ndoshta fëminia jonë e rritur në për si më thonë, lagje me ato sfida, të bën me kuptu që këto që e bën sot është ajo që të ndëlidh me të kaluarën. Po mbi gjitha, përpos pjesës shumë ndihshme, tragjike edhe ballafaqimi që ka pas secili qytetar i Republikës Kosovës në kohë të luftës, fëminia po ashtu ka qenë me shumë e ndëlidhur me shumë empati edhe me shumë komunitet. Qysh ndoshta thash rritja në familje të madhe, po përtej familjes të madhe, lagjet e tona kanë qenë pothuajse familje. E kujtoj kohën kur ti ke dalë në ballkon dhe i ke pa këtë bashkëmoshtarët e tu të lut top ose të lut llastëk ose lojna të ndryshme, pikërisht sot ka një dallim drastik në fakt mes asaj mënyrën që jemi rrit ne, edhe që rriten gjeneratat e reja. Mendoj që ajo pjesa e komunitetit ka qenë forca kryesore e ndërtimit të një personalitetit ose një individit i cili ka më shumë ndjeshmëri për, si më thonë, për lagjen, për qytetin, për vendin, po mbi të gjitha për njerëzit me të cilët bashkë ekziston, sepse fundja në këtë botë mund t'i arrijë gjitha, po ka shumë rëndësi kultivimi i marrëdhënieve ndërnjerëzore, sepse ajo na dallon neve nga të tjerët. Ndërkohë që me rritën, pastaj rritën edhe sfidat e ndryshme. Çka kujton nga sfidat që kanë karakterizuar rritjen e Lizës? Për mu ka pas shumë sfida në jetë. E para ndoshta ka qenë dalja e parë prej Kosovës. Unë si 15 vjeçare kam lëviz në Costa Rica, në Amerikë Qendrore, që ka qenë një vend i largët, po dhe me një kontinent goxha të largët për ne.
Sfida kryesore ka qenë pjesa e gjuhës, sepse unë kam lënë Kosovën me një anglisht të shumë Se vendosët zhvendos në Costa Rica. Pak interesante, nuk është që kam dëgju se ka shumë shqiptar në atë pjesë të Amerikës. Unë kohën e shkollës fillore dhe të mesme kam qenë dhe thash shumë aktive, edhe në, si më thonë, kryesinë e shkollës, edhe në organizatat jo shqiptare, organizatat shkollore, edhe në klasën e 10 ishte një mundësi për aplikim për medalje jashtë vendit për me kry shkollën e mesme. Dhe në rastisa ta fitoj atë kompeticion të asaj kohë për kolegjet e botës bashkuara. Një shkollë e mesme cila është ndërtu mas luftës dytë botërore, e që për qëllim ka ndërlidhjen e trive të rejave nga vendet kryesisht konfliktit, po edhe vendet ndryshme të botës. Kur tentoj me përshku shkollën, është një mini OKB, e cila bjen 33 nga gjithë bota, ku ata mund dajnë perspektiva dhe tentojnë ndërtojnë lider të së ardhmës në mënyrë që me përmirësu botën. Unë kam pas fatin në atë garë fitoj nga Kosova dhe kam përfundu duke shku për 2 vite studimi ose përfundimi të shkollës mesme në Costa Rica. Fillimisht ka qenë sfida parë me i bind familjarët edhe rrethin për një vend si Costa Rica, sepse pas lufta e Kosovës ka qenë edhe shumë paragjykime në bazë telenovelave. Kështu që familjarët rrethi gjithmonë kanë pa Amerikën Latine pe kandit të telenovelave, jo pe kandit të vendeve normale që vazhdojnë jetesën. Kështu që ai ka qenë sfida parë. Sfida e dytë ka qenë udhëtimi me një dokument të Kombeve të Bashkuara në atë kohë, të e marrë parasysh që ne nuk e kemi pas ende vend, se më thonë, deklaratën e pavarësisë, kështu që unë kom lëviz para shpalljes pavarësisë Kosovës dhe ne kemi udhëtu me dokumentin e UNMIK-ut, që ka qenë një lloj pasaporte në vete, edhe shpjegimin e para aeroportit rreth atij dokumenti. Pastaj ndërveprimi me njerëzit në një kontinent të largët, po mbi të gjitha shumë ngjajshëm. Unë nëse ka një sfidë që e kom pas, fillimisht ka qenë pjesa e gjuhës, mirë po larg gjuhës, mandej e kom kuptuar që kur ka vullnet nga të dy anët ose nga gjitha palët, gjithçka është e mundur. Kështu që në këtë sfidë mendoj që ndërlidhja me dokumenta, gjuha, dhe mandej këto sfidat ekonomike që kemi pas. Në atë kohë familja ime është dash, si më thonë, të marrua në mënyrë që të më paguaj një bilet, sepse unë kam pas obligim vetëm biletën realisht. Gjana tjera kanë qenë gjitha të mbuluara nga bursa se po ta marr. Kështu që e kujtoj sa sfiduese ka qenë ajo pjesë. Pas lufta e Kosovës, kur unë kam lëviz jashtë vendit, po ashtu i ka pas edhe mundësitë e veta. Një numër i madh të rive të rejave kanë marrë bursa në mënyrë që me dalë me marrë dije, eksperiencë. Por që kanë qenë shumë më të rralla në atë kohë, sidomos para shpalljes pavarësisë Kosovës. Në atë kohë kanë qenë më të rralla, mirë po kanë qenë prezente. Ka shumë të reja që unë kam taku në rrugtim, po në Costa Rica nuk është që kam taku, si më thonë, në kuadër të programit në i 33, pas meje normalisht kanë pasu edhe studenta tjerë, po vendosa që t'jem aty, mu ka duk gjithmonë Amerika Latine diçka shumë egzotike, po për te egzotikës shumë rebele edhe tërheqëse për faktin që e ka një historik të vetin. Dhe kështu kur ka hasoj mande jetesat tona, kemi qatë shumë gjajshmëri, sa që është shumë e pazakonshme me qenë shumë largë, po me qenë shumë gjajshëm. Për shembull, e kujtoj kohën kur njerëzit aty diskutojnë për, si më thonë, tranzicionet e ndryshme që ata kanë përjetu, ka jetë shumë dinamike me tematikat politikës. Me ngjyra të ndryshme. Pikërisht, kështu që ka qenë interesante. Doja të ndalesha pak tek kontributi yt për diasporën, sepse unë të kam njohur pikërisht nga themelimi i organizatës Germin, një organizatë e cila ka dhënë kontribut shumë të veçantë rreth diasporës, dhe në ndërkohë doja dija nga kjo lidhje me diasporën, por teksa po e sqaroje udhëtimin të drejt Costa Ricës, aty e kuptova sigurisht aty duhet të ketë nisur gjithçka dhe ideja për të themeluar organizatën Germen e pastaj për të kaluar edhe tek pjesa politike. Shumë shkurt me që jemi në fund të kësaj pjesës parë, duat ma bësh pak një përmbledhje të asaj se nga ideja për të themeluar organizatën e pastaj për të kaluar në politikë.
Organizata ka ardhur pikërisht si pjesë ndoshta e rrugtimit tim nëpër pjesë ndryshme të botës. Unë pas Costa Ricës kam vazhduar rrugtimin tim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj kam pas një ndalesë në shtetin e Argjentinës, pastaj mbrapa në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithë kjo ka qenë një rrugtim për me marrë dije dhe eksperiencë përmes bursave ndryshme, ku kam përfunduar edhe studimet bachelor edhe master. Po në këtë rrugtim kam takuar shumë shqiptar të jashtëzakonshëm, cilët në mënyrë të përditshme bojnë punën e ambasadorit jo formal. Aty kom rastis, po ashtu edhe kom takuar shqiptar tjerë mandej në vende ndryshme të botës, që me një mënyrë e bajnë rolin e atij atashehut kulturor, që përmes ngritjes së statujës së nanës Terezë tregojnë për rrugtimin e rajve tyne, përmes kontributit komunitar japin një pikë vështrim ose një pikë pamje për nga vinë, mandej duke nda historiet e tyne. Pastaj pavarësia e Kosovës, po ashtu, në vitin 2008, e solli një dinamik të re tek komuniteti shqiptar jashtë vendit, ku ata me një mënyrë ose tjetër kontribuonin që Kosova të njihen në organizata ndërkombëtare, kontribuonin që Kosova të njihen nga një platformë online, që Kosova të ishte prezent në çdo cep, duke filluar nga aviokompanitë, si aspekti i kësaj pjesës së diplomacisë digjitale, ku ti kërkoje Prishtinën, delte që ishte Kosovë, jo Serbi. Kështu që ky rrugtimi i viteve të para të shpalljes pavarësisë normalisht që ka pru një entuziazëm të madh të çdo shqiptar kudo që jeton, po mbi gjitha që kam ka rastis është dëshira tyne për me kontribu. Ne fillimisht kemi ndërtuar një platformë në bashkëpunim në atë kohë me ambasadën norvegjeze, British Council dhe Ministrinë e Jashtme në fakt, një platformë digjitale që është thirr Kosovo Diaspora. Ideja ka qenë ta popullojmë internetin me terminologjinë e Kosovës me informacione pozitive rreth shqiptarëve. Sepse lajmet negative bojnë shumë bujë, po ato pozitive rreth sukseseve të Fadel Berishës, Rita Orës në fillimet e para, e shumë artistave, e sportistave tanë, nuk është që e kam pas atë dinamik. Prandaj kur kemi intervistuar mbi 700 persona në Kosovo Diaspora, edhe ne u bëmë një komunitet virtual i shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, po që kryesisht kanë qenë jashtë për studime. Fillum me ndërtu një grup të, si me thonë, qytetarëve diplomat. Edhe në atë rrugtim, mandej erdhëm tek ideja që shikoni vend na duhet të ndërtojmë një dialog të dyanshëm mes Kosovës edhe diasporës ose mërgatës. Sepse një pjesë e tyre me të drejtë të kritikojnë kur i konsiderojnë si diasporë, sepse ata dojnë mu papi kanë të mbërgjimtarit, pjesë e shtëpisë dhe pjesë ndërlidhur që kudo që janë do të kthehen mbrapa në foljen e tyne. Prandaj kemi vendosur me marrë një hap tutje dhe me ndërtu Gërminin, një organizatë jo qeveritare që në atë kohë ka qenë e fokusuar vetëm me çështjen e mërgatës, e që sot është ashtu një prej organizatave muj me thonë më të fuqishme në këtë aspekt, po e mbulon edhe gjithë rajonin, po mbi të gjitha ndan perspektivën edhe me shtetet tjera. Kështu që Gërminin në fakt nuk e kom kriju vetëm unë, nuk kom qenë bashkëthemeluese së bashku me një mik cilin e kom taku virtualisht, e që në rrugtim e sipër kemi ndërtuar një shoqëni e një miqësi të pandashme me zotin Behar Xhara, i cili aktualisht jeton dhe punon në Washington DC. Dhe është një shqiptar i jashtëzakonshëm i Gjakovës, i cili në fakt më ka inspiruar edhe mu me shty përpara. Jemi taku virtualisht përmes shoqënisë që kemi njoft, duke shkruar historie suksesi në Kosovë Diaspor, e jemi taku realisht bashk për herë parë fizikisht mas 3 viteve që po them të me lu Gërminin. Kështu që ka qenë shumë interesant se kur takum për herë parë, i hapëm laptopat dytë, me idenë që me punu se ishim mësu që lidhja jonë me qenë virtuale, po me qenë edhe gjithçka që ka të bëjë me Kosovë Diasporën, me Gërminin, me punën, me shqiptarët e kur takum sefte live ashtu, e patëm një moment çka bëjmë na, i qelim laptopat. Kështu që ka shumë interesante. Eliza, do të kemi edhe shumë çka bashkë për të folur, do ja lëm pjesës së dytë të kalojmë tek politika edhe inkuadrimi yt në të. Për të gjithë dëgjuesit që janë duke na dëgjuar në valët Radio Kosovës, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak Liza Gashi do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva dhe në të njëjtën kohë do të mësojmë shumë çka nga historia e saj e suksesit. Qëndroni me ne.
Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në valët tona, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha që ish zëvendës ministrja e jashtme dhe jo vetëm Liza Gashi të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Liza e gati. Gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Dhe ma jep mua. Të karëm pyetja më interesante e kësaj pjese. Si e sheh të kaluarën e saj Liza në pak fjalë? Si e shoh të kaluarën? Si një rrugtim i cili më ka dhënë mundësi me njoft njerëz të jashtëzakonshëm. Po mbi gjitha me mësu nga mentorë, tutor, cilët kanë qenë shumë inspirues dhe mbi gjitha shumë motivues për mua. E kaluara ime lidhet me rrugtimin e ndërlidhjes së njerëzve. Po ky rrugtim i ndërlidhjes së njerëzve të ka mësuar ta njohësh veten më mirë gjatë viteve? Çdo person realisht që takon, mendoj që me një mënyrë se tjetër i gjen gjërat që ke të përbashkëta, po aty ku dallon. Po me çdo person që takon, po ashtu ke mundësi të mësosh diçka të re, po edhe të japësh. Kështu që në këtë aspekt kam mësuar shumë pe çdo personi që kam taku, pa marrë parasysh pozicione. Në fakt, një pjesë e madhe e mësimit që e merr është nga njerëz të zakonshëm, që bëjnë punë të jashtëzakonshme, po jo gjithmonë dalin në piedestal ose para publikut. Kështu që mendoj që e kaluara lidhet me këtë pjesë, me takimin e shumë njerëzve të jashtëzakonshëm që bëjnë punë të përditshme dhe kanë impakt në çdo cep të jetës. Mirë. Kjo lidhje e veçantë e jotja me njerëzit, ishte shtytje që ti një ditë ti futesh politikës siç ke bërë sot? Apo ka ardhur krejt rastësisht? Ka ardhur ndoshta edhe si rezultat i kësaj pjesës së rjetëzimit. Unë njihem edhe në shoqëni edhe në rreth si person i cili ofron njerëzit, ndërlidh njerëzit. Në fakt, komuniteti më jep energji dhe takimet, diskutimet, punëtorit, gjithmonë, si me thonë, mashtoj një dozë të entuziasmit, që po gjithçka është e mundur, që me punë mund t'ja dalësh. Kështu që mendoj që rjetëzimi edhe ndërlidhja me njerëzit, normalisht që ka qenë një prej shtysave kryesore për të kyçur në politik, po edhe pikërisht ky rrjet ka dhënë kontribut që unë një ditë të ftohem, të angazhohem edhe të vazhdoj rrugtimin. Unë shoh politikën si kontribut shoqëror. Gjithë rrugtimi im akademik, për shembull, ka qenë kontribut i disa filantropëve, disa shteteve që kanë ofruar bursa. Me një mënyrë ose tjetër, çdo kërkesë që kam pas, kërkesës për bursa, për me vazhdu me kërku dije, eksperiencë, ka qenë duke ja vë vetës një objektiv që një ditë do të kthehem në vendin tim për të kontribu. Do të thonë, investimi në mua është investim në impaktin. E kur ka ardhur koha që unë ta kthej këtë investim që është bërë në rrugtimin tim, normalisht unë tentoj po ashtu karshi saj të investoj edhe të tjerët, të mentoroj vajza të reja në politikë, të mentoroj vajza të reja në shoqëni civile, djem, të angazhohem me ta në mënyrë ditore që të adresojmë sfidat dhe problemet që kemi. Kështu që politika ka qenë për mua natyrshëm që ka ardhur, tu e marr parasysh rrugtimin në shoqëninë civile, edhe ndërlidhjen që ka, është si më thonë një parahap për me dhënë kontribut direkt në politikbërje. Nga kandi shoqënisë civile unë mbi një dekadë kom avoku për drejtat sociale dhe politike shqiptarëve jashtë vendit, ndërsa nga kandi i politikbërjes kur je tamam në timon të politikbërjes për një tematikë të caktuar, me një qeverisje e cila ka target atë grup cilin ke avokuar gjatë, normalisht përpos që është sfiduese është një mundësi të fillosh të adresosh ato rekomandime. Ta ka dhënë mundësi politika të bësh atë që ti e ke menduar? Politika në raport me shoqërinë civile dhe diasporën në përgjithësi? Politika ma ka dhënë mundësinë me adresu tematika të cilat për shembull sfidën kryesore kam pa në dialogun e dyanshëm. E para ngritjen e temës. Kur ne kemi filluar të diskutojmë për drejtat e shqiptarëve jashtë vendit, për drejtën e votës, për angazhimin qytetar, po thjesht se kanë qenë tema periferike dhe të papërmendura. E sot në Republikën e Kosovës, diaspora përpos që është temë jashtëzakonisht e rëndësishme, është një tematikë që ngre edhe kritik apo dhe mundësi, po mbi gjitha sa gëzohem unë është që sot gjitha partitë politike pa dallim
e kanë këtë tematik mrena planit tyne. Në të kaluamën nuk e kanë pas as në periferi, as në diskutim. Ka qenë monarhia. Sot ka 33 nga mërgatat që angazhohen në institucionet e Republikës Kosovës, që unë ndihem shumë krenare, sepse është një numër i programeve që kemi arrit me ndërtu. Ka persona që angazhohen në të gjitha partitë politike, edhe duke shtyrë përpara agjendat e partive tyre politike, por mbi gjitha duke e shtyrë përpara këtë elementin e ndërlidhjes. Sot ka programe të cilat ofrojnë mundësi që kapitali edhe financiar edhe human të jetë më i ndërlidhur, po mendoj që edhe bota digjitale pas pandemia e ka kriju një ambient tjetër të jetesës, ku ne nuk e shohim njëri tjetrin shumë larg, sepse realisht sot me një klik je afër shokut, shoqës ose familjarit që jeton në Canberra apo New York apo në Zyre e në Berlin. E vërtet. Çka thotë tashmë në këtë pikë si dhe një kartë? Voilà. Hajde. Humori është një mekanizëm i avancuar mbrojtës në të cilin një person shpreh hapur idetë, veçanërisht ato të pakëndshme, duke u fokusuar në argëtimin ose ironinë e situatës. Për shembull, një person që ka një sens të keq drejtimi dhe humbet rrugën, shpesh mund të tregojë ndonjë shaka dhe të thotë gjëra të mira për veten e tyre. Kur dhe si e përdorni humorin si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. Si ka punët me humorin, Liza, në këtë rast? Realisht unë njihem edhe shoqni që jam shumë tip serioz, kur flasim për pjesën e humorit, ndonjëherë mendoj që humorin e përdorim shumë si shoqni, e kam momente të caktuar, ndoshta në diplomaci, humori din me lujt një rol ndërlidhës. Ka raste ku, si më thon, janë disa raporte shumë të ftohta me palët e tjera, e përmes një shakaje të lehtë t'i afron njerëzit, sepse humori ka këtë pjesën shumë humane, e cila ndërlidh me botën. Shumë shpesh unë e tregoj në Amerikë Latine, kom tregu shumë shpesh këtë pjesën e telenovelave dhe impaktit që ka. Më kujtohet kur u kthesha në familje, nëse u kon të luajt Cassandra ose Esmeralda, që ndoshta kjo për gjenatat e reja nuk asocion kurrë, sepse janë rrit me telenovela të reja, po për neve që jemi gjenerat pak më e vjetër, realisht ose gjenerat që rrit me qatë, si më thonë, me qatë pjesën e telenovelave, ju tregojsha përmes humorit qysh familjet shqiptare funksionojnë. Ka qenë një mënyrë e mirë për me taku të panjohurën, po edhe me bo shumë lehtë njohjen me të panjohurën. Natyrisht. Ke pasur rast gjatë mandatit tuaj si ish zëvendës ministre jashtme që në një tryezë diplomatike të diskutimit të lartë ke përdorur humorin që të ka shërbyer? Të ka ndodhur kjo? Ka pas momente, tash sakt ndoshta po tentoj me gjetë në moment caktuar ku ndoshta ka disa raste ku në diplomaci ti sfidohesh sepse ki shumë shtete jo njosin tavolinë, edhe një pjesë ndoshta e kanë çastin shumë të, si më thonë, të ftohtë, edhe ti mundohesh përmes karizmit me nxjerr në bisedë caktuar. Më ka ndodhur rasti me një homologe të Kilit në një, si më thonë, në një punëtori të përbashkët që kemi pas për leadershipin, ku ajo fillimisht, si më thonë, e ka pas një distancë shumë të madhe ka si me, po unë përmes çizmes, si thonë, humorit në botën latine, kom nxjerr disa elemente kulturore të jetës së tyre, që ato e ka bu me reflektuar, me thonë, ku po din kjo, edhe mandej u interesu, tani ka qenë një mundësi e mirë për me hap, si më thonë, dialog, edhe mandej me vazhdu me diskutu tema pak më serioze. Interesante kjo, të pjesa e diplomacisë. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë ju shqetëson më shumë në këtë moment? Çfarë do të bëni për të shqetësuar më pak? Jo në këtë moment që po flasim, por në këtë periudhë, në këto rrethana. Them drejtën, më shqetëson shumë mënyra që është duke u rritur gjenerata e re, e cila kur e reflektoj të kalumën time dhe ndërlidhjen që kam pas me njerëzit, edhe si njerëzit më kanë motivu, më kanë mentoru, më kanë dhënë shtys për me vazhdu tutje, ka
komplet e ndërlidhur me aspektin komunitar, komplet me lojën lagje, me aktivizimin shoqëror, me shoqërinë civile, me debatet e pafundme, me avokim, edhe mandej me politikë bërje. E kur i shoh disa trije të reja, cilët rritën në këtë smartphone-in e tyne, padasht, si me thonë, me minimizu dhe dinamikën e jetës cilën kemi tani, më bën me mendu se çysh mundemi mi balancu dyjat, me pas këtë aspektin e empatisë, shoqënisë, dhe si me thonë ndërlidhjes, po edhe kombinimin digital. E shoh shumë sfiduese të ardhmen tu e pa shoqërinë e cila është pak më e fragmentuar. Kështu që unë do vazhdoj të punoj çdo ditë që t'i afroj njerëzit, po mbi gjitha t'i afrojmë, si me thonë, ta kemi një politikë më konstruktive, sepse ne mund t'jemi në tabore ndryshme politike, mirë po interesat për komunitetin, për qytetarit janë të njëjta, sepse sfidat cilat i kemi para, për shembull ndryshimet klimatike, nuk dallojnë në sfidat të partive politike, edhe çësia jon duhet të jetë e përbashkët për sfidat cilat janë përtej nesh. Do të ndalem pak këtu. Kam përshtypjen që jemi ndër popujt e rrallë që është krijuar një lloj polarizimi politik mes militantëve të quajt partive ndryshme politike, e cila po ndikon edhe në këtë ndasinë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore për cilat ju folët që nga fillimi. Si e sheh Liza këtë pjesë? Të duket pak që ka kaluar në teprim gjithçka? Çka mendon se po ndikon? Aspekti digital, ku gjithë kemi një smartphone dhe mund të ndajmë edhe momentet e vështira dhe momentet e mira, e bën, si me thonë, shumë llojshmërinë e mendimeve prezente. Dyta ka të bëjë me faktin që ndonjëherë njerëzit asociohen me një grup të caktuar, po në asnjë moment nuk mendoj që, si me thonë, ky grupimi i caktuar A ose B duhet me ta leju ty me për ul dikën tjetër. Mirë po, jetojmë në një botë me shumë dezinformata ku njerëzit mund paragjykojnë pa të njohur fare. Pak ta din emrin, po kur nuk të kanë taku personalisht, kanë dëgju për ty përmes një lajmit i cili mund të jetë lajm fake, dhe ta shkruajnë biografinë vet. Edhe ta ridizajnojnë, ani më këto veglat e inteligjencës artificiale, ja jep preferencat dhe pastaj thurrin vargjet cilat i thu si ka mundësi nga e kanë këtë perspektivë njerëzit. Kështu që për këtë arsye është shumë sfiduese të ardhmen, për këtë aspektit teknologjik, sepse përkundër progresit, nuk jam nga ata që, si më thonë, jam kundër teknologjisë. Përkundrazi mendoj që duhet çdo ditë më shumë të adaptohemi me të, sepse teknologjia është do të qëndrojë me ne, edhe ne duhet të adaptohemi me të. Po në të njëjtën kohë kemi kujdes në përdorimin e saj, në formën e përdorimit. Kemi sa më shumë kujdes, po mbi gjitha mos ta hupim njerëzillëkun, sepse rrugtimi është jeta një ditë sigurt, se ne gjithë e kemi një, si me thonë, orar biologjik, dikujt i përfundon më herët, dikujt më vonë, mirë po gjithë kemi me u largu nga kjo botë, ajo është e përbashkëta jonë, gjithë e thithim ajrin e njëjtë, pa dallim perspektivave politike, po mbi gjitha të punojmë që t'i ndërtojmë fillimisht ambientet në shtëpitë tona, në lagjet tona, në qytetet tona, në fshatrat tona, sepse mendoj që ndryshimi vjen nga secili. Nuk i takon një grupimi të caktuar, po çka duhet bëjmë para se të më thonë të japim lajm negativ, është mendojmë çka është pozitive sot. Edhe për çka duhet jemi falënderues. Do të ishte mirë që secili ta nisim ditën duke menduar kështu dhe ta vazhdojmë atë deri në fund. Mirë dashur, ky ishte raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh, shpejt hyre në lojë. Shumë mirë, interesante, shumë reflektive. Dhe po mundohem me kombinum, por shem ka gjana që si bëjmë me kuptu. Po, dhe të bëjmë me kuptu që është vërtet si trasi shoqënia shumë serioze. Kështu që është shumë interesante. Mirë, është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ne vetëm pas pak vim me raundin e dytë të hapjes së kartave të hyneshës ime personte, Liza Gashi, qëndroni me ne. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, e tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të jetës së saj, të hyneshës ime personte Liza Gashi. Hajde të shohim se ku do të lundrojmë bashkë në këtë pjesë të dytë. Po të lidhen kartat. Si do t'ju përshkruanin miqtë dhe kolegët tuaj kur bëhet fjalë për intelektualizmin tuaj? Shumë rigoroze,
e sinqert, po mbi gjitha kritike. Unë një mrena edhe grupeve ku punoj, edhe në botën akademike si person që i rimendon gjana si shumë, po edhe është shumë autokritike. Këtu doja të ndalesha, tha që je kritike, je edhe autokritike në të njëjtën kohë? Po në fakt unë jam më shumë autokritike se kritike, sepse besoj që gjana ndërtohen me shembuj të mirë. Nëse unë nuk më rrit ta bëj një gjë dot, nuk është në rregull ta pres nga të tjerët. Kështu që punoj vazhdimisht me veten që unë t'ja dal edhe të mbaj fjalën në atë angazhimin që kam dhënë në mënyrë që ta pres të njëjtën nga të tjerët. E kur Si nuk janë të tjerët në këto rrethana, në këtë do rast? ka, si më thonë, tua njerëz ndryshëm, disa të befasojnë për të mirë, mandej disa të surprizojnë për të keq. Sepse Si reagon karshi atyre që të surprizojnë për keq? them drejtën kam fillu dal nga dal ndonjëherë me përshtat pritshmëritë, sepse mendoj që mangësia më e madhe është tek unë që kam pritshmëri të mëdha, jo tek pala tjetër që nuk e dorëzon dokumentin kohë. Po. Ndonjëherë ndoshta pritshmëritë e mia janë më të larta se sa që do të duhej. Dhe këtu pastaj fillon zhgënimi edhe me veten edhe me tjetrin. Po, kryesisht niset me veten, pse ke mendu që pala tjetër mund ta dorëzoj dokumentin kohë, edhe mandej me tjerët sepse ti pret që ata të sfidohen njëjtë siç ti ke besuar. E realiteti është disa njerëz e bojnë punën e tyre 8 deri në 4, mirë po, Dhe kaq. e kanë një balancë jetësore të cilën nuk e tejkalojnë 4-shin. E ndoshta ti E ke si është me sakrifikuar. këtë balancë, Liza? Po shumë e vështirë, them drejtën, sepse kur je sidomos të angazhuar në politikë, jeta jote është 24/7. Nuk ka orar të definuar vetëm për familjen. Realisht kur je në shërbim të qytetarëve, ti duhet ta kuptosh që ndonjëherë do të mungosh në ngjarje shumë të rëndësishme të familjes, do të mungosh në ditëlindjet në personi të familjes, do t'i mungosh disa takime shumë spontane e shumë të këndshme për gjithë familjarët, Që po nuk që rikthehen. ti nuk i rikthen dot, po që në të njëjtën kohë ti ke marrë përgjegjësi. E përgjegjësia është ajo e cilën unë do doja çdo ditë më shumë ta sforcojmë pak më shumë, sepse nuk mjafton të thuash që vetëm jam në shërbim të qytetarëve. Realisht duhet ta tejkalosh veten në vepra. mënyrë që pikërisht me vepra e jo vetëm me fjalë. Sepse me fjalë tani e kemi dëgjuar e stërdëgjuar gjatë gjithë kohës, por sidomos disa politikanë kur i testojnë me vepra, pastaj e shohim që çalojnë mas të madhe. Jo është sikur kjo sigla, unë jam rrit po ashtu edhe me këta që rinia është e ardhmja. Unë nuk mjaftohem vetëm me ato që rinia është e ardhmja. Rinia duhet të jetë aktive, prezente në çdo Edhe në celulë të të tashmen politikë e saj. bërje, sepse pa qenë aktive në tashmen është shumë vështirë të jetë e ardhmja. E vërtet. Çka thotë e tashme në këtë pikë zgjidheni kartë? Liza me të mesit, hë? Preferon gjithmonë mesin e artë? Ka ashtu. Ndodh. Projekcioni është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne ja atribuojmë mendimet dhe emocionet tona të pakëndshme të tjerëve. Për shembull, një person që shfaq sjellje armiqësore mund të akuzojë të tjerët se kanë diçka kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë. Kur dhe si e përdorni projekcionin si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. Po ndolidhen shumë kartat, them drejtë. Ne ishim duke folë për pritshmëritë, projekcioni po ashtu mendoj që lidhet shumë me pritshmëritë, Po. sepse ne vetëm se i dim profilet e njerëzve me të cilët punojmë dhe bashkëpunojmë, kështu që unë në shumicën e radhës këtë pjesën e projekcionit gjithmonë ja jep shansin tjetrit. Ose ja jep shansin asaj mundësie që ka ardhur, jo gjithmonë e kam pritshmërinë, po e kam një projekcion ku mundemi me mri, po ndonjëherë nuk jam 100% e sigurt. Kështu që pejkandit të punës e shoh këtë aspekt. Sa i përket aspektit jetësor, nuk është që bëj shumë projekcione në rreth shoqëni. Unë ja lë pak edhe serenpititit. Është gjëra ndodhin për një arsye. Është e rëndësishme ne me qenë me energjinë tonë në rregull, me frymarrjet tona në rregull, edhe me prezencën tonë. E mandej prezenca jonë vetvete jep mundësi palës tjetër si në natyrë, si kudo që je, të ndërveproj. Kështu që këtë pjesën Në këtë pjesë po ndukesh pak tip shumë intuitiv. Si qëndron me intuitën? Një jem si person që ka një intuit shumë të fortë, po kjo intuita ime po ashtu më ka sjellë edhe në, si më thonë, në asnjë moment të jetës time, nuk e kam projektu jetën
ku do të shkoj. Do të thonë kam qenë gjithmonë në lëvizje, po lëvizjet e mia më kanë sjellë në pozicionet e caktuara. Për shembull, nuk e kam imagjinu dot kur kam lëvizje jashtë Kosovës, që do ta themeloj një organizatë ose një organizatë tjetër, sepse në fakt kam qenë themeluese e disa organizatave. Mandej nuk e kam imagjinu dot ndërlidhjen direkte me pjesën e politikës. Ashtu nuk është që unë kam lyp pozicionin, realisht është kriju ambienti ku pozicioni më ka kërku mu. Kështu që ndoshta kjo pjesa intuitës fort, po mbi të gjitha aspekti që nuk kam projektu, se ndonjëherë kur projekton shumë për të ardhmen, mundesh edhe më zhgënjy, sepse më varet pej momentit. Më shumë ja ke lënë kohës rrjedhës. Gjithmonë ja ku lënë rrjedhës, sepse unë besoj edhe në këtë pjesën e rrjedhës lumenjve, si më thonë. Edhe në pozicione caktuara, edhe në punën që bën, nuk mundesh mbetesh statik. Sikur mbetesh në statik në të kaluarën, për shembull kur e shpjegoj rritën, e shpjegoj këtë aspektin komunitar, më dal nga dal ta shesho që në ndërlidhje me aspektin komunitar është teknologjia një element. Kështu që duhet të adaptohesh vazhdimisht, përndryshe është lifelong learning, kështu, mësim gjatë gjithë jetës. Komplekse në llojin e saj, patjetër. Patjetër. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë rand? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, për çfarë duhet të shpenzoni më pak kohë për të arritur atë. Në një të ardhme të afërt, cili është qëllimi i Lizës për cilin do të punoj dhe çka mendon se duhet të shpenzosh më pak kohë për të arritur? Si më thonë, do doja të shpenzoja më pak kohë për të arritur balancin mes punës edhe mes familjes. Do doja jo vetëm për kandit tim, po edhe për kandit shoqënor, që ne ti kemi dyjat në sinkron, sepse besoj shumë që një shoqëni, si më thonë, me mirëqenie të mirë, është edhe një shoqëni që kujdeset për më të dashurit dhe më të afërmit e tyre. Nuk mjafton vetëm të kujdesesh për botën, po duhet të kujdesesh edhe për veten. Kjo është e para. E dyta, do doja shumë që secili nga ne ta luan një rol pa marrë parasysh pozicioneve. Do të thonë, nuk është vetëm pozicioni ai që të ngarkon ty me përgjegjësi dhe me obligim. Është qenuri qytetari i Republikës, qenurit pjesëmarrës i një komuniteti. Unë e shoh këtë ndërlidhjen tonë si një puzzle, e cila realisht për mu kompletu edhe për me qenë e mirë e ndërlidhur, kërkon rolin e secilit, kërkon rolin e qytetarit aktiv, kërkon rolin e doktorit, kërkon rolin e policit, e secilit pozicion në shoqëni. Nuk mjafton, si më thonë, vetëm një prirës, po duhet gjithë të jemi të vetëdijshëm që pa rolin ton aktiv është e pamundur. Është të shoqëria kosovare në rol aktiv të saj, apo po presim gjithmonë nga prisin, nga qeveria, nga institucionet? Shoqëria kosovare, mendoj që ndërlidhja me të kalumën, neve na bën një shoqëni shumë reziliente e para, është shumë aktive, po mbi të gjitha ndonjëherë mendoj që na duhet ta kanalizojmë energjinë. Kanëherë harxojmë kohën tonë për diçka e cila në fakt nuk e kemi menduar gjatë pse duhet harxuar kohën. E ndonjëherë mendoj që na bën mirë që si më thonë, ta kemi pak më të qartë se çka dojmë, edhe pastaj të lëvizim tutje. E shoh për shembull aspektin e mediave sociale. Mendoj që njerëzit harxojnë goxha shumë kohë në media sociale, që unë e kuptoj është dinamike e jetës edhe të bën me ndërvepru me njerëzit. Mirë po, sikur ta harxojmë një pjesë të asaj kohës media sociale, sepse është duke bërë diçka për komunitetin, duke pikturu një mural, duke dhudhon orë vullnetare në shtëpinë e pleqve ose në institucion tjetër. Do të ishte më efektive. Do të ishte më efektive, mirë, po unë e kuptoj që këtu janë dëshira dhe kërkesa personale, por mendoj se dal nga dal na duhet t'i kultivojmë si shoqëni. Patjetër. Liz, në gjithë këtë dinamikën e jetës tënde, me gjithë këto aktivitete që ke, dua të pyes sa je e lidhur me artin, konkretisht me muzikën, dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Në fakt, unë jam shumë ndërlidhur me muzikën, me të drejtën e Elvana, unë kur kam qenë e re, kam qenë pjesë e një bandit. Wow! Po, dhe kam qenë vokaliste e një school bandit, po edhe një bandit që kanë thirrë The Beatles, gjatë kohës sa kam studiu në Kosta Rikë. Kemi bërë muzikë çdo të premte,
në përpabet lokale, ose mrena shkollës, në shkollë, kemi bë muzikë edhe në kulm të shtëpiave, se kemi pru gjithmonë kreativitet edhe atraksion. Ke këndu apo ke qenë instrumentiste? Unë kam këndu, po përpos që kam këndu në këtë band, kam këndu edhe në ensemble tradicionale folklorik, në Gjilani edhe Alba Folk, kështu që babin e kom pas një tip, si me thonë, këngëtari, edhe gjithmonë një mrit, babi sa herë ka që i shpi ka këndu, edhe ka nga lujliri e luj u konë gjithmonë në background të rritës tem. E mandej në ndërkohë, unë kom pas një ndërlidhje shumë me muzikën, po me kalimin e kohës, muzika më ka mbet vetëm sfond. Po kur jemi neja dhe në takime, njerëzit e theksojnë që kam potencial për me qenë një këngëtare. Shumë interesante, kur se kisha besu? Shumë interesante kjo, e të thash jo pashkas po ta bëj këtë pyetje, sepse doja të pyesja cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë sonte vetëm për ty në valët Radio Kosovës në këtë pjesë. Një prej këngëve që realisht i kam kënu shumë gjatë dhe i du është R.E.M. Losing My Religion. Është një prej këngëve Losing My Religion. Mirë, unë do të los deskun e muzikës që të plotësojmë dëshirën muzikore të hyneshës sime për sonte, zonjës së nderuar Liza Gashi me këngën Losing My Religion, ndërkohë që ne rikthehemi më njëherë pas këngës me raundin e tretë dhe të fundit. Siç e shihni, kemi edhe shumë çka për të zbuluar nga personaliteti i Liza Gashit. Shumë prej jush jam e bindur që nuk dua kishte shkuar mendja që brenda Lizës, ish zëvendës ministrës së jashtme, qëndron e tërë kjo histori e suksesit, por edhe sfidave. Rikthehemi vetëm pas pak. Mirë të dashur, jemi rikthyer sërish në studio pas dëshirës muzikore që e kemi dëgjuar vetëm për hyneshën time sonte zonjën Liza Gashi, e cila zbuloi edhe diçka të pathënë më herët në media, po besoj që në një kohë ishte pjesë e muzikës, më saktë edhe ka kënduar. Ndërkohë që ajo tani është gati me kartën e saj nga e kaluara të raundit të tretë, dhe thot, çfarë ndjenja është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur e kujton të kaluarën tënde në një rezume të përgjithshme, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vinë në mendje nga ajo periudhë? Them drejtën, nuk është që kam shumë ndjenja të pakëndshme, sepse si të thash edhe më herët, unë funksionoj shtu me rrjedhën, me lëvizjen, po ndojherë kur e reflektoj pak më shumë, mbi të kalurën e shoh që ndojherë kam qenë shumë naive. Kështu që ajo ndjenja e naivitetit u më vën me ndjenjë pakëndshme me realitetin. Ke ndryshuar me kalimin e kohës dhe çka të ka bërë të ndryshosh në lidhje me këtë naivitet? Sepse kam përshtypjen që personat e tillë vështirë ndryshojnë. Po ishtem pak nga vetja. Është shumë e vështirë realisht me ndryshu, po ndoshta je shumë me kalimin e kohës veç je pak më e vetëdijshme, po gjithmonë prap je jep mundësinë palës tjetër. Dhe një mundësi të dytë, një mundësi dytë, tretë, po, sepse ti beson që njerëzit përmirësohen, ti beson që sistemi ndryshon, kur jeni idealisti pa përmirësueshëm, nëse kisha mujt me thonë kështu, është pak sfiduese me pasur që ndjenjen mundesh më dëshpëru në proces, po dhe dëshpërimi nuk në mban gjatë realisht, sepse kur beson në diçka që është e mundur dhe ki një besim të fuqishëm, është shumë vështirë të largohet veç për faktin që s'ka funksionu herën e parë. Mendon që, e bëjmë edhe një metodë të dytë, edhe bëjmë një metodë të tretë, po gjithmonë duke tentu ta ndrojmë metodën, sepse nuk jam nga ata që beson që gjërat ndryshojnë me tentativa të njëjta. Unë gjithmonë kur e jap shansen, e jap edhe metodën ndryshe. Shumë e bukur kjo. Çka thotë tashmë në këtë pikë, si dhe një kartë? Si ndiheni kur dikush ju lavdëron dhe ju bën komplimente? Skuqem. A merr shpesh Liza komplimente dhe lavdata? Marr komplimente edhe lavdata, ndonjëherë dhe mirënjohje të cilat nuk mendoj që i meritoj, ndonjëherë mendoj që njerëzit janë shumë më gjeneros se që duhet, sepse e japin maksimumin e kreditave. Unë si autokritike e vetës, jam me rezervume dhe jo gjithmonë mendoj që i meritoj.
Po karshit të tjerëve, si qëndron Liza me komplimentet dhe lavdatat, apo edhe këtu je më e rezervuar, nuk i jep shpesh? Jem më e rezervume, po të njëjtën kohë kur jap në superlativ, sepse i shoh njerëzit që nuk e japni, si më thonë, një rekomandim dot. Unë kam pasur rastin të kaluar edhe me njerëz që janë angazhuar në ekip që, si më thonë, doherë don me i rrit njerëzit më shumë se që duhet. Edhe kam kuptuar në rrugën time sipër që shumë e rëndësishme që lavdatat që ja jep të tjerëve, në fakt ta reflektojnë realitetin e tyre, se po ju dhe më shumë se që e meritojnë, ata mandej dalin në një vot tjetër, dhe nuk përkon me ta, kështu që shumë e rëndësishme të jemi të balancuar, po mendoj si shoqëni jemi shumë gjeneroz ka si lavdatat. Unë shpesh kur pyes njerëzit për individ caktuar, ndonjëherë rekomandim profesional, ata më thonë, po është djalë shumë i mirë, unë them, po pse është djalë i mirë? Thotë, o djali i doktorit. Tash unë ndalem dhe them, po si ka mundësi, po nuk mjafton ti je djali i doktorit, ti je i mirë. A kupton, ti mund të kon djali i doktorit, doktori më kon superlativ i mirë, po djali i doktorit nuk do të thonë patjetër më kon i mirë. Kështu që mënyrën që i lavdrojmë njerëzit, mendoj që është pak përkthelse. Do doja shumë që lavdrimi ose mirënjohja tipet në fakt në relacion me kontributin. Po, dhe me meritat. Dhe me meritat që individet japin. Një kompliment që të është bërë gjatë jetës dhe që të ka ngelur në mendje. Ndoshta një mirënjohje që më ka dhënë gjatë jetës është një kampanjës për të mirën. E ka udhëheq mentor Dida, një entuziast i papërmisueshëm, edhe një djalë me cilin kam pas fatin me qenë magjistratur në Amerikë, në Arizona. Kur kom marrë atë mirënjohje pej ekipit për të mirën, që është një grup i aktivistave shumë devotshëm, për mu ka qenë një pej reflektimeve që ka dalë pak si jemi në një rrugë të mirë, e të drejtë. Për faktin që e kom vlerësuar lart, sa ata njerëz janë goxha kritik, po mbi të gjitha janë shumë zemërgjer për angazhimin që bëjnë. Kështu që për të mirën, medalja ka qenë për mu ndoshta komplimenti më i madh i rrugtimit tim edhe angazhimit tim shoqëror politik. Sa mendon që jemi në Kosovë duke shkuar drejt së mirës? Mendoj që kur krahasojmë veten si shoqëni, jemi në rrugë të mirë, po kur i shoh sfidat me të cilat ballafaqohemi në teren, mendoj që na duhet reflektim. Po, po them, kjo varet nga të gjithë, jo vetëm nga politikani. Në fakt, politikanët munden vetëm me drejtu busullën, edhe politikat kadrovike, mirë po jemi ne ata që i zbatojmë. Pikërisht. Edhe jemi ne ata në fakt që jemi, si më thon, katalizator të ndryshimit. Edhe ndryshimi duhet ndodh nga të gjitha perspektivave, jo vetëm pe kandit teorike politik, po duhet të jetë i brendshëm, i familjes, i rrethit, i shoqënisë, duhet të gjejmë forma qysh të respektojmë më shumë rregullat, sepse nuk është diçka që duhet me shpik ne. Vërtet. Kupton, ne si shtet i ri, mendoj që kemi pas një progres të jashtëzakonshëm, mirë po për me avancu tutje, mendoj që na duhet me pas reflektim mbi atë ku kemi qenë, ku jemi dhe qysh mbillet më shumë dashnia. Unë e mendoj që e mira nuk del me nëna natës, po duhet me u mbjell, me u kultivu, që thojnë me një lule nuk qel pranvera, po për me pas shumë lule, duhet me pas shumë bërthama, cilat i mbjellim, ju itim, kujdesemi. Ndoshta në fakt lulja është pikërisht ai procesi që të bën me kuptu që po pa të kujdes kaq lulës ose kaq një kafshës që mbien ban e ke në shtëpi, e shet që gjithçka mund ndryshoj për të mirë. E vërtet. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë për të përmirësuar apo zgjidhur temën që po diskutohet. A mendoni se do të ishte më mirë të drejtoheni dikujt për një ndihmë profesionale? Çfarë lloj ndihme do të ishte kjo dhe pse? Se ka diçka që do të doja ndihmë nga të tjerët, është pikërisht kjo pjesa se si mundemi të arrijmë një balancë më të madh shoqëror. Edhe çush mundemi nëse shohim, si më thon, ndjenjat e pakëndshme, polarizimin, dezinformatën, të shndrojmë në katalizator për të mirën, domethënë duke qenë
më të mirë të arsimum, duke ditur dallojmë të mirën prej të keqet, po edhe duke ndërtu mekanizma cilët i uzojnë gjeneratat e ardhshme mbi rëndësinë e bashkëjetesës shoqërore kolektive. A mendon se në këtë pjesë psikologët luajnë një rol shumë të veçantë? Mendoj që po, psikologët luajnë një rol shumë të veçantë, edhe pse ndonjëherë në paktën në rrugtimin tim personal në rritën, gjithmonë janë stigmatizuar, ashtu që të angazhim me shku të psikologu ka qenë pak si tabu. Po mendoj që psikologët janë realisht dera e parë e diskutimit. Mendoj që shëndeti mendor sot më shumë se kur sfidohet, prandaj sa më shumë që të kemi ballafaqim me psikologun në aspekt të çlirimit tonë, sepse e bukur e shoqënisë tonë është po ashtu që kemi shumë ambiente socializuese. Edhe ndonjëherë jemi popull socializues, po ndonjëherë ne mund t'i mbingarkojmë njerëzit me të cilët dalim me pim një kafe rreth problemeve që realisht do t'i zgjidhte psikologu, ose do t'i dëgjonte me shumë kujdes profesional psikologu dhe do të mund të t'jepte shumë më shumë rekomandime profesionale. Kështu që dukesh kur i kushton kujdes kësaj pjese apo jo? Tentoj, sepse vazhdimisht po tentoj gjej balancën edhe vazhdimisht po tentoj ta sfidoj këtë stigmatizimin që kemi. Nuk shoh asnjë problem të shoh psikologun, nuk shoh asnjë problem të ballafaqohem me të vërtetën time, sepse në fakt nëse ka diçka që për mua shumë e rëndësishme, e që më ka pyet një herë një mik, isha në Austri, edhe më tha, a mund është të qëndrosh ballë të vërtetës tonde? Para se me u kyç në politikë, sepse diskutojsh me idenë që kyçja në politikë, ndryshimet. Edhe mendoj që përgjigjen që kam marrë nga shoku im në atë kohë ka qenë që nëse mund është të qëndrosh ballë të vërtetës tonde, nuk ka askush që të ndalë. Kështu që edhe kjo pjesa dezinformatave, propagandës, fake newsit, ose toksicitetit, ballafaqohet lehtë kur ti je mirë me veten, edhe me të vërtetën tënde, me frymarrjen tënde, edhe mbi gjitha me njerëzit që të rrethojnë. Porosi e thellë edhe shumë e bukur në të njëjtën kohë, në këta minuta të fundit të këtij emisioni, e dashur jemi fare në fund. Do doja që ta zgjasnim edhe më shumë bisedën, por kaq na premton minutazha radiofonike. Dua të të pyes tani që jemi krejt në fund, cili është reflektimi yt mbi veten tënde. Bashkëlundruam në për 3 perspektiva të jetës tënde në 3 raunde, e me shumë gjëra ndoshta të pathëna e të pamenduara më herët. Ndoshta kur reflektoj mbi veten është personi dinamik, energjia edhe mbi gjitha e gatshme për ballafaqime. Ndoshta një proverb që është të huajt janë vetëm shokët dhe shoqet që nuk i ke takuar, gjithmonë korrespondon me mua, sepse unë jam gjithmonë në kërkim të ballafaqimit, po edhe e hapur për të sfiduar, sepse mendoj që kjo është e bukur e jetës. E kemi një kohë të shkurtër në planetin Tokë, dhe gjatë kësaj kohe nuk bën të ngrysemi, po gjithmonë duhet jemi ballë hapur, edhe me të mirën dhe me të keqen, po mbi gjitha nga ana jonë të afrojmë atë që di më së miri. E dashur, faleminderit shumë për qiltërsinë tënde, për gjithë këta minuta që i ndoam bashkë dhe për gjithë çka që ndove me dëgjuesit dhe shikuesit tonë. Unë turoj shumë suksese në vazhdimsi dhe bashkë uroj të takohemi në rrethana të tjera. Shumë faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi bashkëbisedimi me ty, po edhe gjithmonë ka qenë një pjesë e inspirimit dhe rrugtimit për me vazhdu tutje, kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë interesant dhe të këndshëm me ish zëvendësministrën e jashtme dhe në të njëjtën kohë një nga aktivistet më të dinjë të shoqërisë civile, sidomos për diasporën, zonjën e nderuar Liza Gashi, e cila po ashtu ka qenë edhe deputete në legjislaturën e kaluar. Bashkë mësuam nga shumë perspektiva të jetës së saj, që nga fëmijëria deri në ditët e sotme, ndërkohë që me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.